se liria dhe pavarësia dhe shteti që e gëzojmë sot i ka rojnë thellë në sakrificë, në punë, e në veçanti në intelektual të fuqishëm të kombit tonë, të cilët nuk u dorëzuan dhe punuan në kohët më të vështira të Jugosllavisë e të Serbisë, na e vërteton dhe na e tregon shkrimtari që nuk do të vdes kurrë, akademiku Recep Çosa. Pse them këtë dhe pse jemi te ky konkluzion që jemi në këtë mbledhje këtu? Ka njerëz që jetojnë brenda kohës tyre, por tretën me kohën. Por ka edhe të tillë që e ka përcejnë kohën, që nuk mbeten vetëm kujtim, por bëhen vetdije, një pranie gjallë në ndërgjegjen e një kombi, këtë rast kombi ton shqiptar. Në këtë kuptim qëndron akademik Recep Çosa, jo thjesht si një emër, por si një mendim që vazhdon dhe do të vazhdoj të jetoj për te i vetës. Intelektuali dhe shkrimtari i vërtet nuk është ai vetëm që e përshkruan kohën, por ai që e ka guximin intelektual me fol dhe me sfidu kohën. Fjala e tij asnjëherë nuk ka qenë vetëm tekst, por gjithmonë ka qenë një akt. Nuk ishte vetëm një reflektim i një rrethone, mirë po ishte një qëndrim. Qëndrim prej intelektuali, mirë po edhe qëndrim politik.